Mirëmbrëma të gjithëve. Dhe sot, në këtë të hënë 20 tetor, do të merremi me aktualitetin, me zhvillimet më të rëndësishme politike dhe jo vetëm në hapësirën shqiptare. Në pjesën e parë do të flasim kryesisht për ato tema që kanë të bëjnë me gjyqësorin. Ditën në këtë fundjavë, do në fundjavën që kaloi, gjithë sistemi i drejtësisë, sistemi i gjykatave u pezullua, u kolapsua për shkak të një greve 5 ditore që shpalli dhoma kombëtare e avokatisë. Pas një incidenti që ndodhi në një sallë gjyqi në Elbasan, kur një konflikt verbal mes një prokurori dhe avokati përfundoi me arrestimin e këtij të fundit nga policia lokale. Vetëm sot, pak orë më parë, prokuroria kërkoi lirimin e këtij avokati që ishte përplasur verbalisht me kolegun e tyre në të premten. Po kemi një republikë prokurorësh, siç pretendojnë shumë avokat dhe siç pretendojnë shumë përfaqësues të opozitës, kemi një sistem represiv që po ngrihet, apo reforma në drejtësi ka filluar të jap frutet e veta dhe ajo paqe në thonjza mes palëve në sallat e gjyqit, sa më tepër jashtë tyre, tashmë ka marrë fund dhe drejtësia ka filluar të funksionojë. Gjithashtu po në pjesën e parë do të merremi me çfarë po ndodh me presidentin e Republikës, për të cilin opozita ka kërkuar shkarkimin e tij. Ka kërkuar shkarkimin e tij sepse gjithnjë sipas opozitës në 7 raste janë evidentuar shkelje të kushtetutës. Ndërkohë kemi gjithashtu debate të ashpra mes palëve politike se kjo shumicë qeverisë dhe segmentet që ajo kontrollon në drejtësi po kërkojnë të vënë nën kontroll gjykatën kushtetuese. Kjo do jetë në pjesën e parë, ndërsa në pjesën e dytë do të flasim për zgjedhjet në Maqedoni, të cilat kanë një titull, një emërues të përbashkët. Rënien e lirë në zgjedhjet lokale që zhvilluan dje të Ali Ahmetit, liderit historik që ka drejtuar me dorë të hekurt për 25 vjet që nga përfundimi i luftës në Maqedoni dhe në nënshkrimit të marrëveshjes së Ohrit. Pra, Ali Ahmeti ka drejtuar shqiptarët e Maqedonisë, që nga dje nuk e ka më këtë rol sipas të gjitha gjasave. Këtë rol e humbi ndonse të premten u zhvillua një miting në Dukje, ose të paktën mijëra qytetarë nga gjitha hapësirat shqiptare erdhën për të mbështetur komandantët e UÇK-s, por në këtë miting pati dhe elemente të theksuara lokale, detaje, që ky miting shpesh ngjasonte me një fushat përmbyllëse të Ali Ahmetit për zgjedhjet e djeshme në Maqedoni. A ka pasur një përplasje politike mes Albin Kurtit dhe Edi Ramës dje në Maqedoni, cila është e ardhmja e shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. Me këtë shumicë agresive votash që ka sërish VMRO DPMNE-ja, partia kryesuese e Maqedonasve, dhe mbi të gjitha cila është e ardhmja e Maqedonisë së Veriut. Ajo do jetë ajo pjesë e botës serbe apo do të përfshihet, do të vazhdojë të integrohet në hapësirën euroatlantike. Kjo do jetë në pjesën e dytë. Por të kthehemi në pjesën e parë, për të cilin kam një panel me 3 veta në studio. Elton Meta, mirëmbrëma. Ndrit Sefa, mirëmbrëma. Mirëmbrëma Leonard Karaj. Ndërkohë përmes Skype-it kam juristin e njohur zotin Kreshnik Spahiu. Kreshnik, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Çfarë ishte ajo që po ndodh në drejtësinë shqiptare? Si e komenton lirimin e sotëm dhe mbi të gjitha arrestimin nga policia të avokatit në sallën, pas seancës në sallën e gjyqit? E konsideroj një kapërcim të kufive të detyrës dhe funksioneve të oficerit policisë gjyqësore. Për interpretim të publikut që na ndjek, nuk kemi pasur të bëjmë një arrestim, po me një ndalim të kryer me iniciativë nga policia gjyqësore,
pa prezentën e fakteve apo rrezikut për largim nga hetimi, ndonse nuk ekzistonin elementët e veprës penale, ndonse nuk kemi pasur goditje apo pengim fizik, është konsideruar retorika e avokatit të mbrojtës të një të arrestuari në seancë gjyqësore si një kanosje ndaj prokurorit të seancës. Ja ta dëgjojmë më konkretisht debatin. Regjia, ju lutem le ta dëgjojmë debatin që u zhvillua në sallën e gjyqit. Tani kërkesa e prokurorit për vlerësim arresti dhe caktim ase bazohet te disa provave. Një ndër to tregon që ka pastyrim të rreth të dhënave. Dhe që do të merret personalisht edhe me prokurorin, edhe me gjithë oficerët e policisë. Avokat nuk funksionon me kërcënim në sallën e gjyqit. Nuk ka rëndësi se çfarë do bëni ju jashtë kësaj salle me këtë doni ju. Do tash për herë të fundit avokat do marr masa nga ato që parashikon kodi i procedurës. Këto lloj komunikimi në këtë sallë gjyqi me mua si gjyqtare nuk të lejohen. Përqëndrohu te mbrojtja që do i bësh të pandeurit tënd. Ose do i caktoj në një avokat tjetër kryesisht dhe do të nxjerr për jashtë. Avokat nëse vazhdon me këtë gjuhë komunikimi. Përqëndrohu te mbrojtja, po ta them, para lajmërimi fundit. Nga sa pash konstatoj pastyrim të dhënave të rreth. Kreshnik, nëse citoj sakt, do merrem personalisht me prokurorin. Është kërcënim, gjuhë apo thjesht një zhargon i papërshtatshëm në një sallë ku duhet solemnitet maksimal? Tani, më dëgjoj vlerësimin tim. Ky është një precedent negativ i cili mbart dy rreziqe nga të dy krahë. Nëse çështja do të shkonte në favor të prokurorisë dhe në disfavor do të konsideroj vepër penale dhe një vepër e rrezikshme me masë sigurimi arrestin, atëherë do të jepi një superfuqi dhe do të qenë një praktikë negative në të ardhmen, duke i dhënë një pushtet që nuk i takon një prokurorie e cila me patë drejtë është decentralizuar dhe po dështon me reformën në drejtësi. Nga ana tjetër, për të mos qenë i anshëm në interpretim, do të thoja që një nga problemet që mbart sot niveli juridik i përfaqësimit të avokatëve lë shumë për të dëshiruar, për disa arsye, sepse ajo të cilën unë sot me forcë them që nuk përbën elementet e veprës penale, përbën një shkarje apo shkelje të etikës në seancë gjyqësore. Pra, por unë nuk mendoj që është bërë me paramendim apo me motive kërcënimi. Unë mendoj që kjo vjen shpeshherë nga niveli mediokër i disa avokatëve, të cilët fatkeqësisht në shumë raste rrëshqasin edhe me retorikën apo gjuhën e pandehurve. Domethënë, jetojmë tani në një epokë që qoftë prokurorët apo qoftë avokatët shpeshherë flasin me gjuhën e të fortëve. Kjo mendoj është një periudhë e cila duhet të kaluar dhe duhet të kaluar në një mënyrë të forcimit të disiplinor, qoftë të rregullave në proces gjyqësor apo hetimor për prokurorët dhe gjithashtu për forcimin e etikës dhe rregullave të dhomës avokatisë për përfaqësuesve, sepse jo rrallëherë, mos harroj, unë kam ndjekur me vëmendje kryetarin e dhomës avokatisë zotin Max Haxhia pas vrasjes së gjyqtarit të ndjer zotit Kalaja, i cili bëri një analizë shumë interesante. Tha, vetë në avokatët shpeshherë jemi fajtorë, të cilët inkurajojmë apo motivojmë shpeshherë palët apo të pandehurit me argumentimin që ata janë në të drejtën e tyre edhe kur nuk janë, duke marrë përsipër çështje të cilat ligji nuk i favorizon, apo shpesh herë duke i inkurajuar kundër gjyqtarëve apo prokurorëve. Pra një lloj sharlatanizmi. Prandaj unë them që kjo është një praktikë shumë negative e cila do një trajtim të kujdesshëm, sepse sado unë jam në krahun e atyre që
mendojnë që jetojmë në Republikën e Prokurorëve, të cilët shpeshherë kanë marrë fuqi. Shqipëria është pas Rusisë vendi i dytë për numrin e popullsisë përfrym për masat e arrestit me burr. Pra pas Rusisë, në gjithë Europën perëndimore, në gjithë Bashkimin Evropian, përfshi dhe Ballkanin, nuk kemi aq masa arresti përfrym popullsie sa kemi në Shqipëri. Dhe unë mendoj që ka një tejkalim të prokurorisë tek masat shtrënguese, por nga ana tjetër, duhet të themi dhe atë pjesën tjetër që do të ishte mirë, dëgjoj, kujtoj me mall, unë kam pas licencë me avokatisë që në vitin 1995. Para 95-s punoja gjyqtar dhe kam drejtuar një proces kur kisha 2 palë, të cilat përfaqësoheshin i paditësi nga Indjeri Kleanthi Koçi, i padituri nga Stavri Çeçi. Të dëgjoje 2 mbrojtësit, pra 2 avokatët. Pas ke bërë në fakultet të dytë në këtë seancë Kreshnik, në këtë proces, po. Pra, ajo që një internship, që një praktik, që një master më vete, kur ti ballafaqoheshe me një nivel elitar të mbrojtjes dhe avokaturës në atë periudhë. Domethënë, ndërsa tani, ndoshta sasia, masiviteti, mosha, etj, nuk duhet paragjykoj, sepse ka edhe patjetër që ka edhe avokatë të cilët kanë studiuar jashtë, po edhe në Shqipëri që kanë një eksperiencë sfilitse në përdyrët e gjykatave etj, nuk dua që ta injoroj, po shpeshherë sasia sjell dhe uljen e cilësisë. Okej, por në anë tjetër që të kthejmë te pyetja, nuk kemi të bëjmë me një vepër penale dhe duhet jemi në krahun e avokatit, i cili me të drejtë sot është në i lirë. Indrit, e vazhdoni grevën, kolegu u lirua. Po patjetër, se nuk lidhet me çështjen konkrete me atë çka i ndodhi vetëm. Ajo ishte pasoja, ajo çka erdhi. Është një situatë shumë e tensionuar. Jemi të vërtet me atë çka ndodh realisht. Situata është realisht shumë e tensionuar. Doli në shfaqje, doli publikisht në rastin fatkeq që ndodhi gjyqtarit, edhe aty filloi edhe pikërisht pa dashur të bëj avokatin e prokurorit apo të oficerit policisë gjyqësore që e ndaloi avokatin, kolegun tuaj, por a mendoni se mos ka dhe lidhje ajo që ndodhi pak ditë më parë që u vra në gjykatën e apelit, don dhe një lloj vetmbrojtjeje, don të togave të zeza, të thonë don që këta po na vrasin. Në sallë gjyqit, ky na kërcënon në sallë gjyqit, atëre ne nuk mundet don të... U mendoj që lidhet më shumë me situatën e tensionuar gjithë shoqërisë, përveç sa ngjarjes shumë të rëndë që ndodhi me gjyqtarin Kalaj, që ishte një ngjarje e tmerrshme për gjithë sistemin e drejtësisë. Ajo që ndodhi në ditët në vijim ishte një alarmante, ishte ulëritse. Një urrejtje publike, një linçim publik, një sistemi, një sere të madhe njerëz që merren me sistemin e drejtësisë, gjyqtar, prokuror, avokat, dhe një urrejtje publike që doli masivisht në media dhe Ore, u përdorën dhe terma gati kanibaleske. Në gjitha rrjetet sociale, por ka një shpjegim domun se ky sistem drejtësia apo funksionon apo jo, apo jep drejtësia apo jo. Ne kemi me aq sa arriu në konkluzionin tim se normalisht unë nuk mund të flas në mënyrë absolute. Qytetarët shqiptar e kanë shumë vështirë të pranojnë që kanë gabim. Nuk pranojnë dot që nuk kanë të drejtë. Ne kemi në rast, ne e shohim për ditë, ne jemi avokat. Nuk i thua dot klientit që nuk fiton gjyqin në zotëri. Të bie të studion dosjen, e shef dosjen, thua nuk kemi shanse reale, sepse kjo ja më të qartë mërzitet atë. Mërzitet atë klienti kur ti ja thua, janë mësuar, është krijuar dhe një psikozë tani, duan që të thotë do fitosh. Është ajo çka tha dhe kryetari zoti Axhia. Jam mësuar tani ti thosh do fitosh, do bëj maksimumin. Humb gjyqin, pastaj thonë ka fajin gjyqtari, ka fajin prokurori. Mori lek nga pala tjetër, bëri lek nga pala tjetër. Domethënë, është mënyra e ndërtuarit se si është bërë dhe sistemi. Jemi dhe ne fajtor. Po ndoshta mos është dhe si e ka fajin edhe legjislacioni, se ti qëndrojnë te rasti i Shkodrës, për shembull, po bën një digresion fare të vogël. Rasti i Shkodrës nuk ishte lidhje fare, më pse duhet ishin palët aty fare. Po sepse njëra palë do ajo pala që pretendonte atë pronë thoshte ore ma ka dhënë gjyqi s'ka lidhje me pronën fare. Ma ka dhënë
filan kryetar, filan bashkie. Po mund t'ja, ai me një letër në dorë që mund t'jetë unë e firmosur në mënyrë paligjshme nga kryetari i bashkisë, që mund këtë marrë, kush e vlerëson që është e paligjshme? mund këtë bërë korrupsion. Kanë godit atë aktin ndonjëherë në gjykat, nuk është godit kurrë ai akti në gjykat. Ai është paguar, kjo familja që pretendon dhe pronën, që ka pronën, që ka pronësi sepse e ka marrë, ka paguar shumën e lekëve kërkuar nga shteti shqiptar me VKM, e ka paguar lekët. Tani e ka godit njëri këtë aktin e bashkisë? Tu ke institucione që janë amorfe, nuk bëjnë asgjë. E diti që institucionet publike shqiptare janë totalisht pa afta, janë në gjumë, për çdo gjë thonë i shkon drejtori i gjykatës, ore për gjën më të vogël, për një gjë administrativisht, një çështje ordinere administrative që mund të bëhet kushdo jurist mund ta zgjidhë, i thon palës drejtori i gjykatës. Po nuk ka mundësi më që ne të kemi një numër kaq të madh çështje gjyqësore me një vend kaq të vogël sa është Shqipëria, është e pamundur logjikisht. Këtu institucionet janë inekzistente. Vetën gjykatës, gjithë gjykatës shkallës para i bën ankim. Kemi brenda thotë, e kupton apo? Ja me parimin të jemi brenda, ta bëjmë se si dihet. Institucioni publik më, pa nuk i sjell asnjë pasojë, vetëm organizon gjykata, i merr vendim se si të zgjidhë situatën e krijuar. Ai bën ankim. Të kthehemi tek rasti. Rastin konkret po them, se kjo duhet parë në tërësi gjë. Situata shumë e tensionuar. Edhe avokatët tani janë në presionin edhe të klientëve, edhe të situatës, sepse kishim rastin konkret, kishim 14 veta të cilët ishin në seancë për caktimin e masës sigurisë, sepse ishin gjetë 3 armë. Kishte vepra për kundërshtim forcave të rendit, gjitha me radhë. Ndërkohë ishin 14 veta që ishin masë sigurie. Tani dhe avokatët secili do bëj punën e vet, patjetër. Tani them që gjuhë e përdor, ajo çka ndjoni ju në atë dhe çka thën avokati nuk është larg se qenë vepër penale, s'ka lidhje fare me veprën penale, se ne dimë se çfarë do të thotë kanosi, do të jetë rreziku me njëhershëm, do të jetë atë të çafshëm me pasoja të rënda. Shumë e vështirë ta provosh atë vepër një herë edhe në rrethana të tjera, jo më kur e kemi audion, nuk ka vepër penale. Patjetër situata krijuar, edhe tensioni krijuar, tani çdo gjë bëhet mediatike, se edhe ne kemi pas debatën për sallat gjyqi sa duash. Nga palet, ne kemi kërcënuar, kemi bërë, po është pjesë e punës kjo. Ne kemi pas avokatë që janë vrarë sa kanë dalë nga sallat gjyqit. Është plagosur, ka qenë me klientin, erdhi pala tjetër, goditi dhe avokatin edhe. Po, zoti Kreshnik përmendi pak më parë papën e drejtësisë shqiptare, Kleanthi Koçin. Tani i cili u vra në lidhje me profesionin. Edhe akoma është ngjarje pa zbuluar, apo? Edhe tani çfarë mund të themi ne? Janë rreziqet e profesionit këto. Patjetër, trajtimi që i ka bërë, edhe mu merdi mirë që prokuroria ka reflektuar në momentin që ka marrë dosjen, ka marrë atë vendim që duhet të marri, sepse është realisht një vendim që duhet të marri, sepse aty nuk janë kushtet për të caktuar një masë sigurimi, ose për të bërë gjykatës kërkesë për një caktimin e masë sigurimi, ka vlerësuar që ndalimi është i palishëm dhe e ka vlerësuar vetë prokuroria. Tani, e vërteta është që situata është realisht shumë e tensionuar. Qytetarët shqiptar e shohin sistemin e drejtësisë si një armik, si një kundërshtar. Vërteta është komplet ndryshe. Është politika ajo që i ka bërë qytetarët shqiptar, me retorikën e saj të përditshme i ka bërë që ta shohin sistemin e drejtësisë si kundërshtar. Kjo është e tmerrshme. Qytetarët duhet të kuptojnë që mbrojtja e tyre e fundit është sistemi i drejtësisë. Ata burra, ata gra janë. Po është realisht apo jo? Është zotëri, është. Se po ti thush për ditë këta janë këqinj, këta janë këqinj, këta janë korruptuar, këta janë këqinj, këta janë këqinj, këta janë korruptuar, ti e humb besimin. Nuk është çështje sa do vendime të marrin gjyqtarët në Shqipëri, sa do vendime të marrin, nuk e zgjidhin dot. Është perceptimi që kanë qytetarët e drejtësia, ajo e mban shtetin në këmbë. Qofse ti vetet në një derë gjykate dhe thua që këta janë të korruptuar, çfarë drejtësie do presësh ti nga ai? Çfarë do vendimi të japë ai, ti do thosh është i korruptuar kjo zotëri. Prandaj perceptimi i drejtësisë, po kur s'është më supozojmë, do të perceptojmë me zorun kur s'është që s'është i korruptuar. Po tani, po ti marrësh ta që thonë që është i korruptuar, ti pyetesh sa përqind e ju, sa përqind prej tyre kanë pas rast individual. E di sa përgjigjen apo? 2-3%. Po nga e ke perceptimin se kam dëgjuar filani, kam dëgjuar filani. A the don për 3 pistoleta, sikur ishin topi i Mado Grudës, u arrestuan 14 veta. Po pra. Po. Drejtësisht kjo. U liruan ata nga gjykata. Po. Po në gjithë botën ndodhte, do të dalësh me siguri apo patjetër. Ca vajtë në arrest shtëpi, ca vajtë detyrim paraqitje, ca në arrest me burg. Po avokati, që vazhdoi të njëjtin argument duke bërë avokatin e avokatit, tha doon që prokurori ka falsifikuar
Prokuror vetëm Josip Pashkon diun që falsifikonte provat, që fuste në kishën e Gjuadolit fuste ardhë. Zoti Beberama, ka rrugë procedurale. Ti e merr dosjen, gjeni emrat e personave të cilët janë aty, bën kallëzimin penal për katës e vazhdon rrugën. Ato të bënte më drejt. Po mi më dakord me atë do bënte atë thash që do bëj. Po patjetër pra. Po s'më le ta bëj si ta bëj. Edhe një herë. Po më vure prangat para se ta bëj si ta bëj. Edhe një herë. Tani ai e studioi dosjen aty, se studiat e di dosjen. Po përderisa folin ka elemente të falsifikuara, tha, në procedimin penal. Atë do bëj ai, sa dali atë do bëj. Patjetër atë do bëj. Jo, unë po flas për momentin, ne po flasim për momentin çfarë ndodhi në sallë. Arrestuar të nesër. S'është ajo gjuha e dur për ta thënë atë gjë. Sa historia ka ndodhur të premten. Ky është arrestuar të shtunën. Të shtunën, po. Okej. Pra, debati është ndaluar, se nuk është arrestuar. Është ndaluar, po, fiks është ndaluar, se këtu kemi të fortë edhe te OPG-t më. Ne spresim më prokurori. Po ta përthem pra, është ndaluar me iniciativë të OPG-s, të oficerit policisë gjyqësore, jo të prokurorit. Ka marrë urdhër prokurorit. OPG-ja mund ta arrestoj pa firmë prokurorit. Po, kur jam një person aty, po, në atë çast kur më shikon, ajo quhet flagrancë ose duke vjedhur, po. Në rast tjetër jo. Duhet me urdhër prokurori. Në rast tjetër jo. Ktu është jo kapërcim i detyrave që i ka një oficer policie gjyqësore. Po, me pak është lajthitje, them unë. Lajthitje në ligj. Prokurori ka kupton fare, domethënë se për çfarë je aty. Ky është një rast i izoluar sipas jush apo është një tendencë dhe ju pretendoni si shumë të tjerë që këtu po kthehet një republikë prokurore? Ja ta them në dy fjali. Ai simboli i drejtësisë që ka ato dy peshore të anës dhe në mes ka atë zonjën, presupozohet që ajo zonja është gjykata, gjyqtari dhe dy anët janë prokurori dhe le themi avokatia. Po e marr simbolike dhe kjo simbolik ka 2000 kusur vite, okay, që ekziston e tillë. Pyetja ime është shumë e thjeshtë. Okay, gjykatën e pas kemi këtu. Dhe prokurorin kemi këtu, dhe avokatën e kemi këtu. Po midis prokurorit dhe avokatit ka barazi gjykimi? Nëse i ndriti mua që është avokat si puna ime, më thotë që un kam barazi gjykimi. Jo, më nuk ka. Atëherë do të thotë domosdoshmë që nuk ka po të them unë. Sepse un po ta marr gjën më banale të mundshme. Ore, si është e mundur që prokurori dhe gjyqtari futen nga njëra derë nga mbrapa, kurse unë preste dera kryesore nga para. President korridor. Po mirë. Po për ta shpjegoj që s'është barazi. Është punë protokolli me shtrojnë tapet me kuq apo jo. Pse merr kështu kaq. Onardi, ne s'kemi gjykata, Onardi. Po lejmë nuk po merrem atë. Pse merr kaq kështu? Pse në Itali, pse futen nga njëjta derë dhe prokurori dhe avokati? Nga dera kryesore dhe shkojnë te gjykata, te gjyqtari. Ne jemi njerëz me bisht këtu. Dhe unë po e marrë në parim këtë gjë, unë po them kam xhelozi se ai u fut nga dera mbas. Ai për mua le të rri në tualet dhe të futet pas emra apo kur doj. S'është ky çështja. Unë po marr në parim të gjës. Dhe ti rri për shembull një orë as gjysore aty dhe pret derisa të vi, jo të vi orari, se të ka kaluar disa herë orari dhe pastaj thirrësh nga sekretaria e gjykatës dhe thua shiko se nuk është as prokurori ose nuk është gjyqtari. Po të ndodhin e kundërta, ti që ti ke shkuar 5 minuta me vonesë, ti u dogje vlla. Ku është pariteti këtu? Ku është barazia midis njëris dhe tjetrës? Ose të marrë raste tjera konkrete, për të treguar që jemi ose republik bananesh, ose republik prokurorsh. Po një lloj janë, vëllezër e motër janë, për mendimin tim. Po si ma koncepton ti mua faktin, që në 99.99% e rasteve, kur shkohet për masa sigurimi, atë që kërkon prokurori vendos gjykata. Po kush është faj prokurorit apo gjykatës? Faj prokurorit. Jo, po e marr në tërësi të gjë. Po është faj gjykatës. Dakor. Si është e mund? Është faj gjykatës më. O Indrit, po flas për barazim në gjykim. Dhe unë po të them ty, si është e mundur? Tani çfarë jemi ne avokatët ose trupa avokatisë? Dekor për të legjitimuar një seancë gjyqësore? Po le ta bëjnë si kohën e Araniçelës. Vetë Zot, vetë Shkop s'kishte nevojë për avokate. Pse do avokatin ti aty? Avokati duhet aty, jo thjesht për të qenë orendie sallës gjyqit. Është për të bërë debatin gjyqësor, për t'i dhënë palës të drejta që ja ka njohur kushtetuta dhe ligji. Garancia e procesit drejt. Kjo me pak, dhe pastaj që të kthemi tek procesi penal. Vetë kodi penal dhe kodi procedurës penale është bërë për të ndihmuar të pandehurin, qytetarin, nuk është bërë për të lehtësuar punën e prokurorit apo të gjykatës. Është bërë për të ndihmuar këtë, Dhe vetë ligji penal në vetvete, në frym, në gërm, është domethënë që nëse ky njeri sipas kodit duhet të dënohet 10 vjet, atëherë të ketë një lloj mëshirimi penitenciar. Pra, është ajo ideja domethënë që ne të mos kemi mundësinë thjesht të i fusin burg njerëzit, por t'i rehabilitojmë për vepra penale për cilat ata kanë bërë.
Si është e mundur, që është kjo histori? Dhunë familje, thot ai, 130 katës se ishte në sytë fëmijës. Po mirë, në një familje në sytë fëmijës do bëhet kjo histori. E qonë ti 5 vjetë në burg atë. Ti ke shkatruar familjen. Ke shkatruar... Po familja e shkatruar ka qenë, po... Jo, se ka pas raste, Babarama, mos i meni gjëra do më thënë radikale fare. Se ka raste do më thënë që kjo dhuna familje nuk mund tjetë rast sporadik. Dhe këtu nuk e ndanë gjykata, këtu është problemi që unë kam. Se në qoftë se është një rast dhune i vazhdueshëm, dhe kjo është lehtësisht e verifikueshme, dhe kur është sporadik, këta nuk e shikojnë kështu. Te shikojnë, jo më vasë kështu, 4 vjetë, 5 vjetë burë. Kurse kur shkon një zyrtar i lartë, si që ishte rasti së mbylla, si në rastin e sotën për shembull, shkon në prokurori dhe kërkon 7 vite burg për ish drejtoreshën e kadastrës Durrës, 7 vite burg, me gjykim shkutuar 4.8 vite, dhe ajo dënohet me 5 vite shërbim prove, pa asnjë ditë burg. Unë nuk jam për në burg, po a ka një matës kjo histori? Ky korrupsioni... A ka rrethana lehtësuese aty? A ka dispozita rrethana? Jam dakord, po nuk mund të fëmijë të vogël, nga e diti për. Nuk mund të jetë, Indrit, nuk mund të jetë rrethana lehtësuese vetëm njërin krah. Jo vetëm tek ai që ka qenë zyrtar i korruptuar apo jo, e ka vendosur gjykata atë punë, po që ka qenë zyrtar dhe e ka xhepi. Kurse ai qytetari thjesht që nuk ka as edhe një gjë, ai të rrohet. Po kush sa më Nardi kush? Sa po mu po të them me rasën, nuk po të them tani se s'po bëj hamenci. Ndodhet Nardi, ndodh se ja po ta them unë, e kanë nxjerr gjykata, i kanë një sekond. I kanë nxjerr gjykata zoti Babaramo? Ka ndodhur që ka ndodhur një ngjarje tjetër më e rëndë. Janë marrë personalisht me gjyqtarin, me prokurorin deri në brez të 7. Si pasojë, si kundër përgjigje, për të qenë sigurt këta për të qenë brenda, i fuzin gjithë brenda nga 10 vjet. Edhe kjo është... Po kjo është e rëndë, mërë, zoti. Kjo është bolshevike. Kjo është... Po mu po ta them që ndodhë, tim nuk është bolshevike, po që të temë? Tani, o zotri, u more me gjyqtarin në Shkodër, thanë, si e nxori ky këtë vrasin në ndaj këti, ai për atë vrasin që u kap... Po qa lidhe kishte... A e nxori gjyqtari? Po nxori se kishte pas drejt me të tjera. Po kush e nxori drejtën? Pa sa ditësh u kuptoi drejta? O Indrit. Pa ti 5 ditë i bën gjyq publik, më. Gjyqtarit. Ti Shqipëri pas... Ore të lutem, gjyqtarit e i bën 5 ditë gjyq publik? O Indrit. I bën gjyq publik në çdo studio. O Indrit. Kishte bërë amnisti shteti shqiptar, parlamenti kishte bërë amnisti, i kishte hequr, kishte rënë dhe veprat penale për cilat akuzohesh, dhe normalisht gjyqtari të marrë atë vendim që procedura dhe kodë. Ti në rrjetet sociale, ti shqiptarët i ke kthyer në të gjitholog, mor Indrit tani. Po që ti me gjyqtari, nuk ka familje, o zotri? Po nuk ka familje, nuk ka prindër ai. Bile, o zotri, po një pyetje. A e diti që tani po vin njerëz në studio dhe më thonë, shiko se e kam bërë këtë padin, po nëpërmjet ChatGPT, si e kam bërë mirë, e ke bërë shumë mirë, i themun. Po pse vin këtu tek unë kur e pas ke bërë kaq mirë? Elton. Sot ka një furi reagimesh e mbrojtje për avokatin, nga gjithë trupa avokatëve, por për të qenë korrekt duhet të jemi pak të ftohtë për të gjykuar gjërat. Nga ajo që dëgjuam, e gjithë historia nis nga një gabim që ka bërë avokati në seancë. Ky gabim nuk zhbëhet nga fakti që prokurori ka tepruar apo oficeri përkatës ka tepruar qasjen e tij dhe ka marrë masë edhe më ekstreme. Në këtë kuptim, furia që avokatët po bëjnë për 3 ditësh mund të vlejë për ta nxjerrë nga burgu atë djalin, por nuk vlen për të zgjidhur çështjen. Për fat keq dhe reagimi i dhomës avokatëve nuk ka asnjë moment ku të paktën të thuhet që etika e avokatëve duhet përmirësuar apo të ketë një moment ku ata të ndalen dhe të shkojnë veten e tyre. Nëse gjëja do të mbetet tek fushatat, kishim një fushat para 2 javësh kundër gjyqtarëve. Tani kemi një fushat kundër prokurorëve. Historia do të marrë këtu. Ai djali ka dalë sot, do të merret në një mas ndoshta ndaj apo gjës apo ndaj prokurorit, por nuk është kjo zgjidhje. Avokatët vetë do të jenë më të ftohtë përpara se të sulën prokurorit. Dhe ne të krijojmë tash viktimë në radhës, që është prokurori X apo gjëja X, që mund të kenë dhe përgjegjësinë e tyre. Avokatët duhet të shikojnë veten e tyre, janë pjesë e sistemit dhe kanë fajet e tyre. Në rast se ata bien peng e kësaj furie, akuzash, kritikash për palën tjetër, unë besoj që nuk është zgjidhje. Në rast se avokatët do të ndalen, do të shikojnë veten e tyre, cilësinë që kanë dhe pjesën e etikës, besoj që është hapi dur për të përmirësuar gjërat, sepse nuk është ky rasti i parë. Rasti që pam nga tani u bë rast sepse ka bëj prokurori. Mos gabonte prokurori, pra të kishte mbetur gjëja po aty, do të kishim raste pafund kështu. Unë do merrem me ju personalisht, ju merrni me mua etj. Qëlloj që një palë teproi hapin, e hodhi hapin pak më të madh duke bërë një gabim dhe gjëja dolën sipërfaqe. Dhe tani fajsulimi Elton, ka darea në esen e tij për
Eskilin, e konsideron Eskilin ministrin e parë të drejtësisë në historinë e njerëzimit. Dhe vazhdon Kadarea, thot don, në 7 veprat e shpëtuara të Eskilit, ka një mesazh të vetëm, evadimi së drejtës. Kur ti ke të drejtë dhe ti e te i kalon këtë të drejtë, ajo kalon tek kundërshtari. Pikërisht. Kjo është teza e Eskilit. Dhe kam përshtypjen ky duhet të jetë rasti. Dakor, pra, po unë them që avokatët është momenti për të qenë të ftohtë dhe për të mbledhur bashkë, jo thjesht për të bërë grevën, por për të mbledhur bashkë dhe për të gjetur instrumenta që i shërbejnë proceset gjyqësore. Për të Pra të mos veprojnë jo vetëm si sindikat, po edhe si një institucion që duhet të vetë korrigjohet. Sistemi i drejtësisë, se këtë duhet kuptojmë, nuk është sistemi i drejtësisë ose reforma në sistemin e drejtësisë, nuk është vetëm gjykata dhe prokurorimi. Nuk është zgjidhja e grevës. Avokatët janë pjesë integrale të sistemin. Ta më thëj një ligj për avokatët, ta ky sistemi i drejtësisë jote. Okej, ndryshojmë tërësisht argument. Tani do flasim për kërkesën e opozitës për të shkarkuar presidentin e Republikës.